Libri që do doja të sugjeroja sot për të gjithë ndjekësit e gazetës Tema është Konkuista e Amerikës, çështja e tjetrit, me autor shkrimtarin bullgar Zvetan Todorov. Ky roman i Todorovit nuk është një kronik historike në kuptimin klasik të fjalës. Konkuista e Amerikës nuk është gjë tjetër vetëm se është një kronik morale i një takimi fatal midis dy botëve, ku dhuna fizike shërben vetëm si sfond për një dhunë më të thellë, pa aftësim për të njohur tjetrin si të barabartë. Libri flet për pushtimin e Amerikës nga spanjollët, por autori nuk e ndjek rrëfimin si renditje betejash dhe datash. Ai e sheh pushtimin si një provë madhore të qytetërimit europian. Çfarë ndodh kur një kulturë e armatosur me fe, gjuhë dhe teknologji më të fortë përballet me një botë tjetër që nuk e njeh dhe nuk e kupton sipas të njëjtave kode. Tema trajtohet përmes një analize të hollë të marrëdhënies që ne kemi me tjetrin. Spanjollët, sipas Todorovit, nuk triumfuan thjesht nga superioriteti ushtarak, por sepse kuptuan më mirë mënyrën se si funksionon bota e indigjenëve, gjuhën, mitet, përçarjet e brendshme. Por kjo njohje nuk u shoqërua me etikë. Tjetri u lexua për të përdorur, jo për të njohur. Pikërisht këtu qëndron edhe paradoksi i librit. Aftësia për të kuptuar tjetrin u kthye në instrument shkatërimi. Forca e librit të Todorovit qëndron në faktin se ai nuk flet vetëm për Amerikën e dikurshme. Jo vetëm kaq, por ai përdor historinë si pasqyrë për të tashmen, për të sotmen. Pra pyetja se si e trajtojmë tjetrin mbetet po aq e mpret edhe në ditët e sotme në debatin që ka të bëjë qoftë me emigracionin, qoftë me përplasjet kulturore, qoftë me marrëdhënien veri-jug apo qoftë me ndërhyrjet civilizuese të kohëve moderne. Konkuista, sugjeron autori, nuk ka mbaruar, ajo thjesht ka ndëruar formë dhe gjuhë. Libri ngelet mjaft aktual edhe në ditët e sotme edhe për shkak të pyetjeve që ai ngre. Pra, me rëndësi për autorin, për librin dhe për thelbin e të gjithë përmbajtjes së tij, nuk është se kush e fitoi luftën, por se kush e humbi njerëzoren. Pikërisht për këtë arsye, sugjerimi im për këtë fundjavë për të gjithë ndjekësit e gazetës Tema është libri me titull Konkuista e Amerikës, çështja e tjetrit, me autor shkrimtarin Zvetan Todorov, ardhur në Shqip nga shtëpia botuese pika pas sipërfaqe.